Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Fillimisht njëherë uroj që të jeni mirë dhe të keni nisur një ditë me energji të bukur pozitive. Sot uroj të kaloni bukur me familjet tuaja në këtë diell të ngrohtë të pranverës që po na shijon dhe po na kënaq shpirtin, edhe me patjetër që të dëgjoni lajmet më të fundit nga unë Tirona Lili në kanalin Monitor TV. Në këtë minutazh do të komentojmë se çfarë do të ndodhë në Prime-in e natës së sotme. Domethënë ka qenë një javë eksplozive brenda asaj shtëpie, ka qenë një javë që ka bërë namin në Big Brother, tensione, dinamika, dasëm, luftë që realisht u shndrua në kryefjalën e të gjithë mediave shqiptare. Marrëdhënia mes Rogertit edhe Selinës në asnjë mënyrë, pa marrë parasysh se çfarë të ndodh, pa marrë parasysh se si do të vehen gjërat në linjë, nuk qetësohet që tokë dhe qiell të bashkohen. Çfarë do të ndodh sonte në Prime? Domethënë sonte presim një Prime tepër dinamik, sonte presim një Prime me shumë surpriza, sonte presim një Prime që ndoshta Selin për herë të parë do të thotë atë që ndjen për dasmën e cila ju prish, një dasëm që nga banorët në asnjë mënyrë nuk besohet, një dasëm që nga banorët në asnjë mënyrë nuk mbështetet, jo nga të gjithë banorë, po konkretisht domethënë nga Rogerti, nga Miri, nga Juela, dhe sonte për herë të parë do të flet Selin për këtë pikë që e shikoj që e ka pikë në zemër. Fillimisht njëherë domethënë do të fillon Prime-i si zakonisht Ledioni duke i përshëndetur të gjithë shqiptarët dhe më pas domethënë lidhja me shtëpinë, tematika e parë që do të trajtohet do të jetë dasma e Selin edhe Gimbo, e cila realisht përfundoi me trazira edhe me lot. Tani, sonte do të shohim se çfarë qasje do të ketë produksioni me Rogertin, sepse qetësia që produksioni kishte në këtë dasëm dhe loja që u krijua, domethënë u duk që ishte një le të themi një bashkëkomunikim me Rogertin. Unë e them, jemi në Big Brother dhe në Big Brother normalisht nuk mund të kemi një dasëm siç është në përditshmërinë tonë në jetën tonë, që pa marrë parasysh me sa hatërmbetje të jenë dasmorët, duhet ta jetojnë dasmën. Këtu jemi në Big Brother dhe me plot të drejtë mund të prishet dasma, por ka ca rregulla të thyera aty nga ana e Rogertit që shkatërroi të gjithë dekorin e Sara Event, një sponsor tejet i rëndësishëm për televizionin Top Channel, shkatërroi tortën, një gjë e cila domethënë është e patolerueshme, hudhi bukën në tokë si më thënë, edhe prishi të gjithë dasmën. Pika e parë tek të gjithë ndjekësit e Big Brotherit është kjo: a duhet sonte Rogerti që të merr një dënim? Për mendimin tim, me sjelljen në fund që bëri, unë mendoj që duhet të merr Rogerti një dënim. Rogerti mundeshte që të prishën dasmën në formën e tij, në mënyrë që domethënë të godet Selinën me fjalë, Gimbon me fjalë, ja siç e bënte, por jo të shkatëron dekorin brenda asaj shtëpie. Dhe kjo mendoj që është e patolerueshme, sepse Rogerti në atë moment, sado që thonte unë jam i qetë, unë jam vetvetja, unë jam njerëzor, ai kishte dalë krejtësisht nga vetja. Po sonte do të shohim se çfarë qasje do të kemi nga ana e opinionistëve, a do të kenë guximin për t'i folur Rogertit dhe për t'ia thënë atë që ato mendojnë, sepse javën e kaluar domethënë nuk ja thanë dot, nga që Rogerti e menaxhoi situatën dhe u largua nga shtëpia. Do të shohim sonte se çfarë do të ndodh. Pas gjithë kësaj dinamike që do të merr një kohë goxha të gjatë, do të ndalojmë tek prishja e një aleance. Domethënë kush kë e tradhëtoi. Tani këtu aleancë të prishur, domethënë kemi aleancën e Mirit edhe Selin, një aleancë që tashmë është shkatëruar krejtësisht, por kemi edhe një aleancë tjetër në këtë mes, Juelën dhe Stenaldon, që tashmë domethënë nuk kanë raporte me njëri tjetrin, që mund të përflitet për këtë temën, por kemi edhe një aleancë të tretë, Artanin dhe Rogertin, sepse gjatë gjithë kohës Rogerti ja vë në dukje
Artanit që ti je tradhtar, ti na ke tradhtuar, ti e ke prishur marrëdhënien. Dhe domethënë njëra nga këto tre aleanca sonte do të diskutohet në Prime, por duke e parë që është domethënë një nga temat më entuziaste që përflitet lart e poshtë nëpër të gjithë mediat shqiptare, mendoj që do të jetë Miri dhe Selin. Më pas kemi një deklaratë të pazakont nga ana e Brikenës. Me thënë, Brikena përflitet që në dhomën e rrëfimit për herë të parë ka folë për ndjenjat e Mateos. Tani, që të mos e egzagjerojmë dhe që të mos e keq kuptojmë këtë gjën. Banorët në dhomën e rrëfimit kur ftohen, ato flasin për tema të gjëra. Do të thënë flasin për gjithë shka që ndodhën brenda asaj shtëpie, flasin për marrëdhëniet e krijuara, flasin për lojën e banorëve, flasin për qasjen e banorëve, flasin për ndjenjat e tyre. Do të thënë mund të jetë një bisedë, si me thënë, gjysmore, që ato të dy, banori dhe psikologët në këtë rast, që mund të jenë në përfaqësimin e produksionit, e bëjnë me njëri tjetrin. Dhe nga kjo bisedë, do me thënë, shkëputen sekuenca të vogla, ku ndërtohet një video. Dhe Brikena, si që duket, ka folur për marrëdhënien e saj me Mateon. Tani, kjo gjëja që ne do dëgjojmë sonte, nuk është një diçka që nuk e kemi dëgjuar, e kemi dëgjuar me kohë. Brikena gjatë gjithë kohës i ka thënë Mateos që unë pëlqim kam, por ndjenja nuk kam. Ndjenja nuk kam do të thotë që unë ty nuk të dua, nuk kam arritur që në veten time, në brendësinë time shpirtërore ta krijoj atë pasionin e dashurisë. Dhe kjo që sonte do ta dëgjon Mateo, nuk më duket mua një diçka që, do me thënë, është e pa thënë. Por unë dyshoj dhe në një gjë tjetër që Brikena edhe mund të thotë që për shembull Mateo është një djalë që ka marrë edhe pëlqimin nga Edisa, vajza e re që ka hyrë në Big Brother, sepse është munduar që ta shkatron këtë çift. Edhe Brikena mund të asocion që ajo vajzë ka ndjenja për Mateon, le të mos të shkojmë tek më e keqja, por siç duket Brikena ka folë për këtë marrëdhënie, domethënë Brikena ka folë për marrëdhënien e saj, sepse është shumë në tension të madh edhe nga banorët. Dhe më pas do të kemi një surprizë për shumë do me thënë një surprizë pas shumë kohësh prej njërit për banorët. Tani, kemi këtu disa banorë që s'kanë marrë surpriza me kohë, mendoj që banori i cili ka më së shumti nevojë për një surprizë në të gjithë këto ditë mërzitje është Selin, që ndoshta sonte do të surprizohet nga nëna ose nga babai i saj. Mund të jetë edhe Miri që mund të surprizohet nga bashortja e tij, sepse familjarët e Mirit kërkojnë drejtësi në lojë dhe duan që, do me thënë, të jetë Miri në qendër të vëmendjes, jo banorët e tjerë, por gjithsesi sonte kemi se çfarë të shohim. Do të thënë është një natë e mbushur me dinamika, është një natë e mbushur me tensione, është një natë e mbushur me shumë surpriza. Jepni mendimin tuaj se çfarë mendoni ju se mund të ndodhë sonte.